politika nuk prekin të pasurit, sepse të pasurit do t'i bën edhe më të pasur, kurse të varfrit do t'i migran ose do t'i gjejmë në shtëpi duke ju ndihmuar për bamirësi, tash janë edhe festat afër të Bajramit dhe kuptohet që do t'i kemi më shumë solidar. Ironi krejt jo, po jo. Jo, s'është ironi, është ajo që dëshmohet. Unë e citova Ministrin e Financave, gjithësisht e ka dëshmine, ke pa dhe vetë, unë e citova edhe një ministre që ka zhvillu energjin të paktën për migrim, të paktën që po shihet se në 2020 ne kemi pas mesatarën për energji elektrike 6 euro, deri 9 euro për person, kurse sot e kemi 35. Unë po flas vetëm si krye familjar. Unë në 2020 të njëjtën pompë termike kam pas, pa ardhë kryeministri kam pas pompë termike, e njëjta pompë termike, e njëjta shtëpi më ka shpenzu 69 euro. Kurse sot e mbylla 210 euro me fatura. As një dallim tjetër, përveç pagës. Domethënë që ma mori gati 40%. Por realisht nuk e kam përkra, po do ta kritikoj, edhe do të vazhdoj ta kritikoj. Po a e meritojmë, gjithësisht duhet ta lavdroj, sepse është guxim. Ti thua qytetarit do të sakrifikoj, do ta marr bukën e gojës, do ta prek imagjën, sepse këta millin na i kanë marrë. Sepse s'po na vjen një mill që është porosit, na i marrën edhe energjinë elektrike dhe po presin që ka marrin tutje. Vetëm lutem që mos na i marrin ëndrën për me jetu në Kosovë, sepse këta 40.000 që u thojnë migrojnë çdo vit, vitin tjetër do t'i marrin edhe gratë. Vitin tjetër do t'i marrin edhe fëmijët. Dhe fatkeqësisht Ministria e Arsimit vitin tjetër do të tregon sa është numri i shkollave të mbyllura, sa është mungesa e nxënësve dhe sa mësimdhënës do t'jesin pa orë për ta plotësuar normën 20 orë në muaj, në vit dhe në javë. Dhe kjo do ta dëshmon që me të vërtet ne duhet ta sakrifikojmë. Dhe ky pushtet unë pres që mandatin 4 vjeçar do ta ketë